Vetëm 3 ditë pasi kryeministri Edi Rama kërkoi hartimin e një ligji për referendumet në Asamblenë Kombëtare, grupi parlamentar socialist ka përgatitur draftin përkatës. Kreu i grupit Partisë Socialiste Tauland Balla në një konferencë për shtyp bëri të ditur se projekt ligji nuk do të depozitohet menjëherë në kuvent, por fillimisht do të nënshtrohet një konsultimi të gjerë publik dhe politik. Ta depozitojmë në kuvend për të nisur procedurat legislative, ato do t'ja nënshtrojmë një procesi të gjerë konsultimi. Balla ftoi dhe opozitën që të bëhet pjesë e këtij procesi dhe të kontribuojë në mënyrë konstruktive. Edhe t'i presim para se ta depozitojmë, por një gjë është e sigurt që s'ka për të ardhur. Paktën deri kur mbarojnë zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike, që është një garë shumë e fortë dhe nuk dihet kush do fitojë. Sipas Ballës, ligji për referendumet mund të hyjë në fuqi në vijeshtë dhe një nga çështjet që mund të nënshtrohet qytetarëve është ulja e numrit të deputetëve në 100 përmes një referendumi kombëtar. Nuk bëhet fjalë për të shkuar në një referendum për të shtruar si amendament kushtetues numrin 101 të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, sepse kjo kërkon që ti të shkosh përmes 2/3 të kuvendit, pra duhet ta ndërmarrësh një herë. Por referendum për të pyetur shqiptarët, a jeni dakord për të ulur numrin e anëtarëve të kuvendit, ajo që ka thënë kryeministri Rama, unë mbështes plotësisht, është një ide për ta çuar për referendum, por sigurisht pasi të kemi ligjin, se s'kemi një ligj për referendum. Zoti Balla, Ndërkohë, për ndryshimet në kuadër të reformës në drejtësi, ai theksoi se nuk do të jetë nevojshme mbajtja e një referendumi pasi çdo ndërhyrje në këtë fushë kërkon konsultim dhe miratim nga Komisioni Evropian. Duhet të ritheksoj sot sa i përket gjitha ligjeve që lidhen me kapitujt e marrëveshjes për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, çdo fjalë, çdo gërm, çdo presje në këto ligje konsultohet me Bashkimin Evropian, me Komisionin Evropian. I pyetur nëse do të merren masa ndaj Spiropalit, Balla dha këtë koment. Unë nuk i marr vetë vendimet, i marr me grupin parlamentar. Kështu që do ta pyes grupin parlamentar edhe për këtë çështje. Drafti i socialistëve parashikon 3 lloj referendumesh, kushtetues, të përgjithshme dhe vendor. Sipas tij, një referendum mund të kërkohet nga 50.000 qytetar përmes firmave të depozituara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga 1/5 e deputetëve, si dhe nga Këshilli i Ministrave.